Bashkia Islame e Kosovës me njerë mas lufte ka falë namazin në Murgez. Gjithë atyre ushtarëve, atyre që kanë por atyre të pagjetërve që s'kanë qenë, e kanë falë namazin e Murgez, shumë namazin e Murgez për të gjithë. Ata e ka kërë obligimin për gjithë, mirë po me qenë se ne kemi gjithë sot pas 27 viteve, atyre në përton të kanë një një ide për atë Të nderuar të pranishëm, i nderuar kryetari i Komunës së Shtimës, Dr. Qemail Alio, i nderuar kryetari i Komunës së Malishevës, Zotri Ekrem Kastroti, i nderuar komandant Qeliku, Zotri Fatmir Lima, të nderuar përfaqësues të shoqatave të dara nga lufta e lavdishme UÇK-s, të nderuara familje të dëshmorëve, martirëve dhe të rënëve për liri, të nderuar invalid dhe veteran të ushtrisë shërimtare të Kosovës, të nderuar përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore. Mysafir të nderuar, zonja dhe zotrinj. Në emër të familjes Hoxha, ju falenderojmë nga zemra për praninë tuaj në këtë ceremoni të rivarrimit të më të dashurit ton Isuf Hoxha. Prania juaj sot është dëshmi e respektit për një njeri që jetën dhe veprën e tij ja kushtoi atë Dheut, si një mbështetje e madhe për familjen tonë në këtë ditë kaq të vështirë për ne. Juftoj që në shenjë nderimi dhe respekti për jetën dhe sakrificën e Isuf Hoxhës të mbajmë një minutë heshtje. Lavdi. Të nderuar të pranishëm, sot nuk jemi mbledhur vetëm për t'i dhënë lam të mirën e fundit Isuf Hoxhës. Jemi mbledhur për të nderuar jetën, vlerën, kontributin, sakrificën e tij për lirinë e Kosovës. Isuf Hoxha për vite me radhë ndihmoi popullin e Kosovës duke kontribuar në të gjitha mënyrat për luftën çlirimtare. Pikërisht për këtë përkushtim, ai u arrestua nga forca serbe më 22 janar të vitit 1999 dhe më pas u vra në masakrën e burgut të Dubrovës, një ndër krimet më të rënda të kryera gjatë luftës së Kosovës. Për 27 vite me radhë, familja jo nuk e humbi asnjëherë shpresën. Ishim vite të gjata pritjeje, ankthi, dhimbjeje dhe kërkimesh të pandërprera. Çdo ditë jetuam me shpresën se një ditë do ta gjenim dhe do të jepnim vendin e merituar të prejjes. Sot, ndonë se dhimbja mbetet e pashuar, kemi përmbushur amanetin moral dhe familjar që ta përcjellim me nderimet që i takojnë. Të nderuar të pranishëm, për një fjalë rasti, ftoj kryetarin e Komunës së Shtimës, Dr. Qemail Aliun,
të cilin e falenderojmë për përkushtimin dhe afërsinë e treguar në këto momente të vështira. Të nderuara familje Hoxha, të nderuar familje të dëshmorëve martirëve të lirisë, të nderuar invalid e luftëtarët të ushtrisë lindore të Kosovës, i nderuar komandant Qerliku, zoti Fatmir Lima, e prori lartë të ushtrisë lindore të Kosovës, i nderuar Isak Musliu, komandant Qerqizi, i nderuar kolegë kryetari i komunës së Malishevës, zoti Ekrem Kastrati, i nderuar zavendës ministër Enver Dugulli, të nderuar përfaqësues të shoqatave të tala nga lufta e ushtrisë lindore të Kosovës, veprimtarë të çështjes kombëtare, të nderuar përfaqësues të institucioneve lokale e qendrore, mysafirë të nderuar, motra dhe vëllezër. Sot jemi mbledhur këtu me zemra të rënduar nga dhimbja, por me krenari të madhe, siç ndodh çdo herë kur bëhet fjalë për bijtë e bijat më të mira të vendit. Pas më shumë se 2 dekada shpritjeje dhe kërkimi, po japim lamtumirën e fundit një njeriu të dinjitetshëm, një adhetari të dëshmuar, ushtari të ushtrisë lindore të Kosovës, Isuf Qerem Hoxhës. Isufi lindi dhe u rrit në Bellanicë të Malishevës, një vatër e njohur për qëndresë, burrëri dhe patriotizëm. Që nga fillimi i viteve 90, ai nuk qëndroi duar kryq, përkundrazi ishte shumë aktiv, sikurse brenda Kosovës, po ashtu edhe në Mërgim. Nga Gjermania e largët, përmes shoqatës Nën Tereza dhe Kryqi Kuq, ai u bë shpresë dhe dritë për mira familje shqiptare, duke sjellë borna dhe ndihma humanitare për familjet shqiptare, kjo në bashkëpunim edhe me një veprimtare humanist shuar nga komuna Shtimes me zotin Azem Xhema. Por kur kushtrimi i lirisë rrahu në kullat e Kosovës, bota Isuf u rreshtua aty ku e kërkonte historia, pra në radhët e ushtrisë lindore të Kosovës. Ai u bë ure fuqishme, një hallk e artë e logjistikës dhe furnizimit për UÇK-n. Në linjen Mynih-Malishev-Prizren, Isufi transportoi mjete më etike për luftëtarët tonë, si jelek antiplum, pajisje, radiolidhje për komunikim ndërmjet zonat luftës si dhe medikamente. Ai nuk kurseu as pasurinë, as mundin, as mjetet financiare e as jetën së fundmi për t'i dhënë krah ushtrisë lirimtare të Kosovës. Rruga e tij e sakrificës u vulas me arrestimin nga forcat pushtuese serbe gjatë luftës, duke u transferuar e duke u torturuar nga burgu në burg derisa egërsia barbare i mori jetën në masakrën mizore të burgut të Dubravës me 22 maj të vitit 1999. Për më shumë se 2 dekada, emri i tij mbeti në listën e dhimbshme të pagjeturve. Sot ky ankth mori fund, Baca Isuf u kthye në shtëpi, i mbuluar me lavdinë e përjetshme të flamurit tonë kombëtar, po edhe të emblemës së lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Liria që gëzojmë sot i ka rënjet pikërisht të gjaku, guximi dhe sakrifice njerëzve si Isuf Hoxha. Komuna Shtimes, Malisheva dhe Mbar Kosova do t'i përkulen gjithmonë me respekt të thellë veprës së tij. Emri i tij do të jetë i gdhendur në historinë tonë si dëshmi se liria nuk falet, por ajo fitohet me gjak, me sakrificë dhe me mund. Në emër të komunës së Shtimes i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Hoxha, miqve dhe gjithë bashkëluftëtarëve të tij nga Shtimja, Malisheva, nga ana e Mbar Kosova dhe trojet etnike shqiptare. Dhimbjen e ndajmë bashkë, por edhe krenarin për të gjithashtu. Lavdi e përjetshme për ushtarin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Isuf Qerem Hoxha, lavdi të gjithë të rëndëve për lirinë tonë kombëtare. Faleminderit shumë. Faleminderit kryetar. Një nder i veçantë për familjen tonë dhe për të gjithë të pranishmet është edhe pjesëmarrja e komandant Qelikut, zotrit Fatmir Lima, të cilin e ftoj ta marrë fjalën. Nderuara familja Hoxha, të nderuara familjarë të dëshmorëve, shoqata të dana nga lufta, nderuar kryetari i komunës së Shtimes, kryetari i komunës së Malishevës, nderuar bashkëtarë e pror e ushtarak i UÇK-s Isak Musliu, nderuar zëvendës ministër, Enver, ju gjithë bashkëvendas
të dy komunave e ku të qeni bashkëftar, ne sot jemi mbledhur për të dhënë përshëndetjen e fundit bashkëshortit, familjarit, bashkëftarit, bashkëvendasit, një burri i cili jetën e tij ja përkushtoi vendit dhe pas sa viteve pritje, ankth si familje e si shumë familje tjera në Kosovë, tani më është identifikuar dhe po i bën ceremonitë e merituara këtij pjesëtarit të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, dëshmorit të Kosovës. Rasti i Yusuf Hoxhës e shpërfaq për masat e thella të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, të lirisë Kosovës. Ky rast shpërfaq se sa e gjerë, e gjithë përfshirë se ka qenë lufta jonë shkrimtare. Shpërfaq se vijat e frontit nuk kanë qenë thjesht gjatë luftës veç në uniformë e në vijat zjarrit. Front për lirinë e Kosovës ka pas gjithka e gjithkund aty ku ka pas adhetar e pjesëtarë të UÇK-s. Ushtarët e UÇK-s kanë pas misione të ndryshme, detyra të ndryshme. Pa një zgjerim dhe një përfshirje të gjerë të njerëzve të Kosovës në luftën shkrimtare nuk do të ishim sot e lirë. Yusuf Hoxha e takon atij grupit të ushtarëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës i cili ka vepruar, ai është angazhuar në prapavitje të armikut, në mbështetje logjistike e informative për Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Unë besoj që rasti i Yusuf Hoxhës e tregon seriozitetin dhe pikurinë e popullit të Kosovës, seriozitetin dhe pikurinë dhe angazhimin e përkushtimin e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe organizimin e saj se sa thellë e gjithë përfshirë s'ka qenë. Ushtarët në vijat e frontit asnjëherë nuk do të mund të arritin objektivat e veta çfarë kanë pasur gjatë luftës, po mos kishim shumë burra e gra, sikurse Yusuf Hoxha i cili në prapavi ka furnizuar e mbështetur në aspektin logjistik e informativ Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Angazhimet e tyre që kanë kryer Yusufi me shumë shokë tjerë, ka të tjerë që ende nuk dihet fati i tyre dhe ka të tjerë që kemi dëshmor e që i kemi varrosur mas luftës, është ky grupi atyre burrave të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, të cilët kanë pas detyra speciale të angazhimit e probavit gjatë luftës shqiptare. Dhe sot në ndihmë plenar që jemi këtu për t'ia dhënë lemtëmirën e fundit, ashtu siç e kanë merituar jeta dhe vepra e Yusuf Hoxhës. Unë jam i bindur që kjo do të jetë gurthemel, po edhe pikë referencë edhe për shtimin e marrëshëve në posaçërisht për familjen, nipët dhe mesat e familjarëve përpara, se kjo që ekzojmë ne sot, përpjekja për lirinë e Kosovës ka qenë e gjithanshme, e gjithkund. Gjatë luftës Kosovës është bërë gjithkund e gjithka. Dhe ende, asnjë përqindje s'është e përshkruar ajo çka ka ndodhur gjatë luftës Kosovës. Ne ende nuk kemi arritur, e nuk mund të shpërfaqet gjithë angazhim i popullit të Kosovës gjatë lirisë. Ka plot burra në Kosovë që ende nuk është referuar detyra që ata kanë pasur gjatë luftës shqiptare. Pa detyrat e tyre dhe angazhimet e tyre, ne djem këtu në vijat e frontit do ta kishim vështirë ta kryejmë misionin tonë luftar. Kjo tregon për pjekurinë, angazhimin, seriozitetin aty organizimi dhe atyre njerëzve të cilët kanë gatshëm çdo gjë të bëjnë për të dhënë kontributin për lirinë. Pra, lufta e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe ushtarëve të saj është bërë në shumë fronte, kudo ku ka pas ushtarë të UÇK-s. Edhe Yusuf Hoxha ka qenë në front të luftës, çdo ditë, në detyrat që ka pasur. Jo thjesht në detyra logjistike. Yusuf Hoxha ka luajtur rolin edhe të dërguesit të mesazheve policive, brenda dhe jashtë Kosovës. Në një kohë dikur nuk ka qenë kjo që sot rrjetet sociale e interneti. Komunikimi dhe bartja mesazheve dhe urdhrave është bërë këtë në rrugë tjera. Dhe Ushtria Shqiptare e Kosovës ka shfrytzuar gatishmërinë e vullnetit e Yusufit e shumë Yusufave tjerë që të përcjell mesazhet, e komunikimin, e ndërlidhjen mes mekanizmave të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, brenda dhe jashtë vendit.
Prandaj sot, duke i shpreh minjore dy drejtuesve të institucioneve tona komunale të Shtimes edhe të Malishevës, minjore për të dy kryetarët e komunave për respektin, për organizimin, për vlerësimin që vazhdimisht ja japin atyre që kanë bërë çdo gjë për Ligën e Kosovës. Dy drejtues të komunave dhe stafi i tyre, ju falenderoj shumë për krejt angazhimet dhe organizimin që kanë bërë që sot ta përcjellim Jusuf Hoxhën ashtu siç e ka merituar, me ndërime më të larta ushtarake, kombëtare. Falenderoj shoqatat këtu të Shtimes, Saki, Muhamedit, gjithë shokët e luftës për angazhimin që kanë pasur këtë ditë për të arritur në këtë ceremoni çfarë ka merituar ky burr. Familje nderuar, jetoni me kujtimet, tani me kujtimet krenare të prindit tuaj, gjyshit tuaj, për atë që ka bërë për Ligën e Kosovës. Lavdi Jusufit dhe gjithë dëshmorëve të kombit. Faleminderit komandant. Tani ftoj një ish të burgosur politik të mbijetuar nga masakra e burgut të Dubrovës, zëvendës ministër zotrin Enver Dugulli. E nderuara familje Hoxha, të nderuar kryetar komuna të Shtimes, zoti Qemali Aliu, zoti Kastrati nga Malisheva, i nderuar komandant Qeliku, të nderuar përfaqësues të shoqatave të dalura nga lufta, të nderuar përfaqësues të Komisionit Qeveritar për persona të zhdukur me dhunë, të dashur qytetar, të dashur pjesëmarrës në këtë ceremoni mortore për rivarrimin e dëshmorit Jusuf Hoxha. Pas 27 vitesh, pas 27 vitesh vujtje dhe angth për familjet, më në fund, sot jemi mbledhur këtu të them lam të mirën e fundit, ta përcjellim në banesën e fundit në këtë vend ku Jusufi po i bashkohet atyre që nuk do të vdesin kur, pra heronjve dhe dëshmorëve të kombit, të cilët do t'i bëjnë roje për herë pa u ndalur lirisë së Kosovës, sepse gjaku i tyre është themeli i lirisë së Kosovës. Para 27 vite, bashkë me kryetarin që kemi këtu të komunës Malishevës, zotin Kastrati, por edhe shumë bashkëvojtës që i pash këtu të asaj masakre morbide, asaj masakre të papame, që Serbia, vetëm Serbia din të bën, ne në ndajten ndonë se fati se kishte dash që edhe ne t'ishim, pra, si që është Jusufi e shumë bashkëvojtës mbi 116 të ekzekutuar dhe një i zhdukur profesor Ukshinovti. Pra në ndajten nga aty, sepse mbase Zoti nuk e kishte shkruar që edhe ne të mbesim me aty. Por ne u kujdesëm atëherë që na tërmujt madhe ndonë se dikush do shpëtonte, u kujdesëm që një grup shokësh që të pakten nëse dikush shpëton të dihet se cili është. Pra u avendosim do celula letrash në gjepat e paltov, por ashtu si që Serbia din, pra, në mënyrë tinzare, në mënyrë barbare, që të kryjnë masakrat, edhe atë varrimin, pra, që e bërin në një varrez masive, u mundua që ta bën një tollovi edhe të zhduk gjurmet, të zhduk faktet, kështu që pas 27 vite tash më në fund, institucionet tona, angazhimi i tyre erdhi në përfundim se përfundimisht eshtat e dëshmorit Jusuf të vinë këtu në këtë kompleks memorial. Serbia vazhdon që të mohon masakrat, vazhdon që ande të pretendon që të kthehet në Kosovë, por ai nuk do të kthehet kur,
sepse gjaku i këtyre dëshmorëve në radhë parë është temel, bazament i lirisë sonë dhe nuk do të lejo kur që të kthehet Serbia këtu. Por ne nuk do të rreshmi që të kërkojmë drejtësi, ne nuk do të rreshmi që të kërkojmë që Serbia të jetë përgjegjëse të njohet për krimet dhe gjenocidin që ka bërë ndaj shqiptarëve. Jeni dëshmitar që edhe sot, pra në këtë moment ku ne po bëjmë ceremoninë e rivarrimit, ekipet e profesionale pra të Kosovës, bashkë me policinë e Kosovës, bashkë me Institutin e Mjekësisë Ligjore, po bëjnë gërmime për gjetur ende të zhdukurit me dhunë, të ekzekutuarit me dhunë, që Serbia nuk po dëshiron të hapë arkiva. Por ne nuk do të dëmë gur pa lëviz që t'i gjejmë të gjithë, me në fund t'i kthejmë eshrat e tyre në vendlinën aty ku kanë lindë edhe t'u bëjmë ndërimin si që meritojnë. Familje nderuar, ju ndiheni gjithmonë krenar me Isufin, sepse i vetmi faj pra Isufit ishte që u ekzekutua, ishte se ishte shqiptar. Faj tjetër ishte se kërkoj liri. Faj tjetër ishte se nuk pendua kur për kërkesën për liri. Prandaj, ky duhet tjetë motiv edhe duhet tjetë jo vetëm për ju, po për gjithë brezat, se kishte burra, kishte shqiptar të cilët në momentet më të vështira ditën t'i dalin zëtat dheut, e ne detyra jonë është që t'ecim rrugës tyre, t'i nderojmë e t'i respektojmë familjet e tyre, ata që dhanë gjymtyr për këtë liri, ata që ende plagët e tyre kullojnë gjak. Prandaj lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, gjitha viktima civile, të cilët edhe ata e psuan vetëm se ishin shqiptarë dhe që kërkuan liri, gjithë kontribuesve e gjithë njerëzve që dhanë për lirinë e Kosovës nder dhe respekt. Në emër të timin personal, por edhe të institucioneve qendrore të qeverisë Kosovës, ju shprehim ngushëllime dhe ju garantojmë që do jemi me ju e për ju sa tjetë jeta pra dhe mbaj krenar. Faleminderit shumë. Faleminderit zëvendës ministër. Tani ftoj zotrin Kushtrim Gara, udhëheqësi i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur. Në fakt edhe pse po thuaj se po thanë nga zëvendës ministri Turgolli, po ashtu edhe nga komandant Çeliku dhe kryetari i komunës doktor Raliu, fjalë përmbajtësore nderimi, por gjithsesi ndjej për obligim që them dy fjali edhe kuptim nderimit të Isuf Qerim Hoxhës, po edhe respektit për familjen Hoxha dhe gjitha familjet që dhanë shumë për lirinë e vendit. Në fakt, të flas për një dimension tjetër të këtij procesi se kësaj dhimbje. Gjithsesi në emër të kolegëve të Komisionit Qeveritar Persona të Zhdukur, edhe kryesuesit të komisionit sapo emëruar, zotëra Agron Limani, që është edhe vetë familjar, ka 3 anëtar familjes viktima të Zhdukut me forcë, e ndjej për obligim që të shprehim ngushëllimin për familjen Hoxha, të nderuar pranishëm, i nderuar kryetari i komunës doktor Aliu, komandant lavdishëm i SOQK-s, komandant Çeliku, zotri Musliu, zëvendës ministër Turgolli, kryetari i komunës Malishevës, zoti Kastrati, të nderuar përfaqësues të shoqatave të dalën nga lufta të lavdishëm SOQK, përfaqësues familjeve të personave të zhdukur me forcë. Në fakt, sot bashkë me kolegun Astritin, ne erdhëm nga lokacioni i varrit masiv në Kalludët të Zubin Potokut, këtu tek varrezat e dëshmorëve në shtime. Nga Kalludra Zubin Potokut, nga varri masiv, kur çdo ditë po zbulohet një pjesë së vërtetës, që Serbia përpoq të mbulonte për më shumë se 2 dekada. Në përvarre masive në zonën malore, e rrjedhat lumenjve, teritorin e Kosovës që mbante të pushtuar, e deri tek kampet e zonat ushtarake në Serbinë e mendësisë kriminale. Në përvarret masive, përpjekje për të fshehur gjurmët e krimit,
në zbatim strategjisë shtetërore që njerëzore që ishte dhënë Beograd qysh mars natën e 9-s, s'ka trup, s'ka krim. Dhe sot nga Kalludra në shtime për të marrë pjesë në ceremoninë e rivarrimit të Isuf Qerim Hoxhës, viktime luftës, viktime masakrës së Dubravës, zëvendës ministri Dugolli, i cili për vite është në listën e personave zhdukur. Sigurisht siç e thash, kemi ardhur të jemi pranë familjes Hoxha, siç është në traditën fisnike të popullit tonë që do të dhimbje të ndajmë së bashku. Një dhimbje që mposhtet vetëm me krenarim për atë që i kemi dhënë atë. Për ndarë dhimbjen, por edhe për ndëruar një pritje 27 vjeçare që sot në fund mori një përgjigje. Se gjitha dhe një ndihmë i plot, i mbetën motorët e Isuf Qerim Hoxhës, u bëj mundur edhe fal familjeve të tjera të viktimave të masakrës së Dubravës, të cilat duke të kaluar dhimbjen e tyre, kanë mosat preferuese të nevojshme biologjike për të lehtësuar dhimbjen e familjeve të tjera. Dhe ky është shembull më i lartë i solidaritetit njerëzor dhe të shmisë në rrugën e së vërtetës, familjet kanë qenë dhe në vetën partnerët tonë më të rëndësishëm dhe me të cilët po vazhdojmë haprimin tonë përbashkët drejt ndryshimit të vërtetës ose drejt drejtësisë. Andaj mirënjohje më të thellë gjitha këtyre familje, mirënjohje dhe respektin më të thellë familjes Hoxha, respekt për ju të nderuar pranishëm, Isuf Qerim Hoxhës dhe gjithë të remenaltarë indirisë për rishtisht të abdi. Faleminderit. Tani ftoj një përfaqësues të organizatave të dala nga lufta e lavdishme e ushtrisë shërimtare të Kosovës për një fjalë raste. Zotrin Muhamet Bilale. Nderuari kryetari i komunës së Shtimës Saliu, kryetari i komunës së Malishevës Kastrati, shumë i nderuar komandant Çeliku me bashk luftëtar, komandant Çerqizi, nderuari zëvendës ministër njeri dhe burgosur politik Dugolli, i nderuari drejtar edhe i burgosur politik të spirituar masakrën e Dubravës, Ylber Tapalli me bashkëpunëtor, të respektuar të pranishëm. S'ka do që i flitet, po më duket që është e tepërt, të fjalë njëtëm shumë, po mbi gjitha e njëtëm qartë e realit dhe të vërtetën nga e prori ti, komandant Çeliku Fatmir Lima, që njeri kë dëshmor ishte ushtar edhe në urnat e shtabit përgjithshëm pikërisht komandant Çelikut. Dje edhe sot prit që ta merr fjalën kryetari i Malishevës. Me ato fjalë që kishte përjetuar në burgun e Dubravës, së bashku me Dugollin, Topallin, që ishte edhe i ndjeri, si së Hoxha aty. Çka do që flitet të në pash kryetarin që edhe i nxerrt ato fjalë nga zemra i tëjke. Çka do që flitet është e tepërt. Neve, partit politike këtu që i kim, PDK-n, LDK-n, gjithë morë neve na vynë në kanë zbashku. Isuf Hoxha edhe gjithë dëshmorët, gjithë ranë për lirin e atë dheut. As një dëshmor, as një komandant, as një pjesëtar i ushtrisë shërimtare të Kosovës nuk dol për një parti politike. Mirë pa nuk e menune se ta gëzojnë lirien, që keme këtu prezent, e kanë pritë sot për nese kur do t'i shuhet jeta. Pra, sot kërkojnë imunitet, bashkim, sot Isufi dohet vetëm fizikisht nga ne, sikur gjithë dëshmorët, këta janë të pavdekshëm. Do të tërnojnë gjithmonë në zemra tona edhe në kombin shqiptar. Jo familje Hoxha, jeni vetin krenar për kontributin e dhënë për lirin sot që pekzojnë. Ashtu dhe gjithë dëshmorët, invalid që lanë gjymtyrët e tyne, veteran që lanë i pjesë tjetës në përmane. Na ju thejmë, lavdi Isuf Hoxhës, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, kudo dhe kurdo që kanë ra për lirin atë dheut. Ju faleminderit.
Shoqata e familjeve të dëshmorëve ndon mirënjohje për familjen e dëshmorit Isuf Hoxha. Ndërsa tani, në emër të familjes Hoxha, ftoj të birin e Isuf Hoxhës, Zotrin Beqir Hoxha, për një fjalë rasti. Të nderuar të pranishëm, mes dhe të gjithë ju që jeni sot këtu. Në emër të familjes sonë ju falenderojmë sinqerisht për praninë tuaj në kushtillimet dhe mbështetjen në këtë ditë të dhimbshme. Sot po japim lamtumirën e fundit babait tonë. Pas shumë vitësh pritje, ai më në fund u kthye pranë familjes për të prerë në vendin e tij. Kujtimi dhe sakrifica e tij do të jetojnë përgjithmonë në zemrat tona. Zoti e mëshiroft dhe e shpërbleft me xhenet. Ju falenderoj të gjithëve për nderimin dhe respektin që po bëni babait tonë. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, në përfundim të kësaj ceremonie, dëshirojmë t'ju falenderojmë secilin prej jush për praninë, respektin dhe mbështetjen që i dhat familjes tonë. Prania juaj e bëri këtë edhe më dinjitoz këtë akt të varrimit të Isuf Hoxhës, i cili pas 27 vite shpritjeje, më në fund gjemprejen e merituar. Njëkohësisht, shprehim shpresën që të gjitha familjet që ende jetojnë me plagën e më të dashurve të zhdukur, ta kenë një ditë të vërtetën dhe mundësinë për t'i përcjell ata me nderimet që i meritojnë. Vetëm atëherë do të mund të themi se është përmbushur një pjesë e drejtësisë për sakrificën e tyre. Qoftë i përjetshëm kujtimi për Isuf Hoxhën. Lavdi Isuf Hoxhës. Lavdi të gjithë dëshmorëve, martirëve dhe të rënëve për lirinë e Kosovës. Dhe në fund dëshirojmë t'ju informojmë se e pamja e të ndjerit do të mbahet nesër të dielën te objektet e sallonit të xhamia e fshatit Muzeqin të komunës së Shtimës. Ju faleminderit. Kontributin e dhënë nga familjari juaj ta bëni me nder dhe krenarit të programit.
Çandır. Devam. Duar poshtë, këmis.
Nderuar pranishëm, spore po shkojmë domethënë me vendos kurorat e pastaj do ta bëjmë doan në fund. Vazhdoni me kurorat të shkruaj. Foto de Eu acho que não Tash po vazhdojmë domethënë me faktikisht të duas. Ju kisha lutur domethënë që të vazhdojmë domethënë me ceremoninë e duas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما هلك ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم كل نفس
Sime tronit ta kujtoni. Sime tronit ta kujtoni.
Hajde.